fëmia i mbar dhe i devotshëm, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qop djalë apo vajzë. Qof djalë apo vajzë që e ke eduku mirë dhe ai lutet pas vdekjes tënde. Ky fëmijë ka me të sjellë ty punë të mira apo vepra të mira në atë botë dhe ka me të sjellë ty sevapet që nuk i pret fare hiç. Në një transmetim thuhet se në ditë gjykimit kur të gjykohen njerëzit, ka me ardhë një shpërblim, pasi e fitojsh xhenetin ti si prind që je, e ka me ardhë një shpërblim, ka me të vu një gjerdan i madh me diamante ty. Dhe ti ki me thonë, o Zot, ka pën vinë këto? Prej ka janë këto? Ka me thonë Allahu, kelon një djalë të hajrit, apo një qik të hajrit, apo e vlat të hajrit, kelon. Dhe ata kanë punu vepra që ti nuk i ke kujtu që kanë me i punu. Andaj si shpërblim që i kelon atë djalë të hajrit, merre këtë shpërblim. Merre këtë shpërblim. Andaj o vllazën, nëse e ke varros babën tënd, nonën tënde, dhe ke harru me shku me bon dua, dhe ke harru me kujtu ata, dhe ke harru me thonë, o Zot fale babën e fale nonën, dije se nuk i e vlat i hajrit. Se nuk bësh pjesë në atë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na rujt. Dije se nuk je e vladi i hajrit, nëse e ke harru atë që të ka vdek baba apo të ka vdek nona, e ke harru me lut. Ke harru me lut. Andaj e vladi i hajrit e lut Allahun xheleshanu për prindët e tij.